të nderuar të partive politike dhe shoqatave atletare, të nderuar përfaqësues të familjes së Ismail Qemalit, Isa Boletinit dhe firmëtarëve të aktit të shpalljes së pavarësisë. Të nderuar miq dhe të ftuar, të dashura motra dhe vëllezër bashkombas. Ja tek erdhëm sot në këtë ditë fatlume, në këtë ditë të bekuar të 28 nëntorit 2012. I gjithë kombi i ka kthyer syt nga qyteti ynë, nga qyteti ynë i bukur, nga vlora jonë e flamurit, te ky shesh i bekuar që mban emrin kuptim plot sheshi i flamurit, e që si vjet e kemi edhe më të zbukuruar, por që na duket shumë i vogël nga prania e këtij deti njerëzi shqiptarie të ardhur nga të tëra anët e botës, nga do ku ka shqiptar. Për shëndetjen e parë, do t'u adresojmë të gjithë shqiptarëve të mirë e të mençur, që në këtë ditëlindje të madhe të shtetit am, ndërmorën nisma e bën vepra nga më të veçantat e nga më simboliket, e që sot janë edhe vetë këtu për ta shënuar e për ta nderuar edhe me praninë e tyre këtë datë. U nisën nga të katër anët e dheut shqiptar, me çdo mjet e mundësi, me kuaj si Isa Boletini i pavdekshëm, por edhe në këmbë, me një marshim emblematik drejt Vlorës, kryeqytetit historik të shqiptarëve. Kanë ardhur sot nga Mitrovica e nga Ulqini, nga Tetova e nga Prishtina, nga Gjakova, nga Prizreni, nga Podgorica, nga Dibra, Kumanova e Kërçova, nga Presheva e nga Çamëria. Është sot këtu Shkodra e Saranda, Gjirokastra e Kuksi, Korça e Lezhë, Tirana e Kruja, Veriu e Juguzën dorë për dore. Kanë ardhur me qindra e mira edhe nga Italia, nga Greqia, nga Zvicra e Gjermania, nga Suedia e deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi të gjithë pjesë e kësaj feste të ndritur e të papërsëritshme, që është festë e zemrave shqiptare. Një përshëndetje plot me mall, më lejoni t'ua drejtoj atyre që i kemi larg, vëllezërve e motrave emigrant që nuk mundën të jenë këtu me ne, por që festuan e do të festojnë shqiptarçe në cilin do qytet të shtet të globit toksor që sot na ngjan më i vogël se kur. Motra e vëllezër bashkombas, 28 nëntori i vitit 1912 është një ngjarje historike nga më të rëndësishmet për kombin ton. Ajo është ditëlindja e të parit shtet modern shqiptar, me një fytyrë e përmbajtje të qartë kombëtare e demokratike. 28 nëntori është ditja e shpalljes pavarësisë, por është edhe dita e rilindjes së Shqipërisë pas 500 vitesh dhe e shpëtimit të saj nga orekset glabëruese të shovinizmave të gjitha ngjyrave. 28 nëntori 1912 është për gjithë ne shqiptarët, pas një përjashtim, pasqyra ku sot ne mund e duhet të shohim veten tonë, drejtësinë e ideve tona, peshën e veprimit tonë. Vetdia jonë moderne ka në themel të saj vizionet programatike të baballarëve të kombit tonë, të atyre që ditën e mundën të ndërtojnë shtet. Sot shënohet mbyllja e 100 vjeçit të parë për të çelur një tjetër etapë në këtë proces të vështirë të shtetformimit. Nëse Ismail Qemali, Isa Boletini, Dom Nikol Kaçori, Luiq Gurakuqi e të tjerët, si dhe të gjithë patriotët e atletarët shqiptar të fillimit të shekullit të kaluar, kontribuan për themelet e shtetit kombëtar shqiptar, pasardhësit e tyre dje, dhe ne të gjithë sot kemi një detyrim edhe më të madh, që projektin e tyre të bërë tashmë realitet ta përmirësojmë, ta rimodelojmë sipas të gjitha parametrave e standardeve të një shteti të përparuar evropian.